Ndonë se sot është një ndër qytetet e fundit ku po ndihet rilindja urbane, historia dhe e kaluara e Peqinit, i njohur edhe si Klaudiana, tregon se qyteti ka patur tjetër rëndësi dhe tjetër zhvillim. Këtë fakt e vërteton edhe kulla e Sahatit, e cila është ndërtuar gati një shekull më parë. Një ndër objektet identifikuese të këtij qyteti, që edhe sot punon njësoj si 100 vite më parë. Dhe këtë merit, përveç atyre që e ndërtuan, kanë edhe kujdestarët e Sahatit të Peqinit. Aty ka intervistuar Ardian Kamarën, 69 vjeçarin, i cili edhe pse në pension, vion të trashëgoj punën e babait të tij si kujdestari mekanizmit të orës një shekullore. Tash kjo orë në qytetin tonë është vënë në vitin 1927. Babai im i ka shërbyer 60 vjet kësaj ore, këtij mekanizmi ore. Nga 96 kur ai ndroi jetë, vazhdoi edhe unë, fëmia e tij që i bëj shërbim. Tash kjo është një orë artizanale dhe është simboli i qytetit tonë. Punon në bazë të forcës të rrejës të tokës. Me fjalë pesha gravitetit, me 2 gur, me kavo, një është për këmbanën dhe një është për Sahatin, për këmbanën, një për orën. Ardiani na tregon konkretisht edhe procesin e mirëmbajtjes së mekanizmit të orës dhe mënyrën se si funksionon. Shiman në niveli kur disim orën. Kjo gjysma nga krahu djathtë është mekanizmi i orës. Gjysma këthe është mekanizmi i këmbanës. Në këtë mënyrë. Kjo është pjesa e këmbanës. Edhe kjo kryen gurën nga poshtë lart. Po vajzën e bëjmë me solucion ja. Nas përzim e bëj dhe i vajzë gjithë boklat dhe ingrenazhet që ka mekanizmi. Se duke i vajzë si shtohet jeta. Punon më lirshëm. Pasioni, më shumë se sa një punë që duhet bërë, e ka kthyer familjen Kamara në Peqin në kujdestare të Sahatit. Kujdes i cili me gjas do të vijojë edhe në breza të tjerë, duke ruajtur me fanatizëm një ndër vlerat historike të këtij qyteti.